Të paktën 5 vatra zjarri mbeten aktive këtë të njëjtën në vend nga 28 të raportuara gjatë 24 orëve të fundit, sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes. Për shuarjen dhe izolimin e flakëve janë angazhuar 64 automjete zjarfikse, 631 forca operacionale, 90 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 1 avion zjarfikës, i cili u bashkua operacioneve ajrore që prej së martës. Situata më problematike deri në mesditë paraqitej në Mallakastër, në fshatrat Riban dhe Ngraçan, por ndërhyrjet nga toka dhe ajri kanë bërë që zjarri të shkojë drejt izolimit. Në këtë zonë janë angazhuar forca zjarfikse nga disa bashki, efektiv të ushtrisë dhe policisë, vullnetarë si dhe mjete ajrore. Për arsye sigurie, 4 familje janë evakuar përkohësisht, konfirmuan autoritetet. Në Tiranë një vatër zjarri është regjistruar në zonën e Dajtit, ku vijon puna për shuarjen e plotë të flakëve. Sipas autoriteteve, zjarri nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Në qarkun e Elbasanit raportohen 3 vatra, ndërsa zjarri në malin e Dardhës në Librazh vijon të jetë aktiv prej disa ditësh. Ndërkohë vatrat në Stregopull, Selsk dhe Levenisht në Gjirokastër janë shuar dhe zonat po mbahen në monitorim. Edhe në Dibër zjarri në Pocest është fikur pas ndërhyrjes së forcave operacionale. Sipas të dhënave zyrtare, flakët kanë prekur rreth 34.5 hektar me barishte, shkurre, pisha dhe pyje të përzjera, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në të gjithë vendin.